Pas një bisede telefonike që zgjati mbi 2 orë e gjysmë, presidenti Donald Trump i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Vladimir Putin i Rusisë ranë dakord për një armpushim 30 ditor në Ukrainë që konsiston në mos sulmimin e infrastrukturës energjetike. Presidenti rus e hodhi menjëherë hapin dhe urdhëroi ushtrinë të ndalë sulmet mbi centralet energjetike. Pavarësisht se Putin pranoi armpushimin 30 ditor jo të plot në Ukrainë, Trump në një postim në rrjetin social Truth u shpreh entuziazm për bisedën e zhvilluar me homologun rus. Biseda ime telefonike sot me presidentin Putin të Rusisë ishte shumë e mirë dhe produktive. Shtëpia e Bardhë dhe Kremlini në deklaratat e tyre thanë se palët kanë rënë dakord për ngritjen e një grupi të përbashkët për vijimin e negociatave në Arabinë Saudite për zbatimin e një armpushimi detar në Detin e Zi, një armpushim gjithëpërfshirës dhe më pas me synimin drejt një paqeje të qëndrueshme. Presidenti Zelenski reagoi pas kësaj bisede telefonike duke u shprehur se e pranon armpushimin për mos sulmimin nga rusët e infrastrukturës energjetike, por ai shtoi se lëshimet e Putinit tregojnë se ai nuk është i gatshëm për t'i dhënë një fund plotësisht luftës.